punon në shtet është pastarditet, është vjetesë, nuk është punë. Çfarë punë bën ti? 2 orë punon, 6 orë rri, ndrohet se dilin ose bën punën në një patronazhisti. Çfarë produkti ke dhënë ti për veten? Më kush është identiteti jot? Do të thonë ti s'mund të krijosh diçka nëse nuk krijon veten. Ta e kanë humbur veten dhe thotë po punoj. Jo, ti nuk po punon, ti e kavje. Pra aty të shitur një rrok, të shitur një shumë parash që ti t'ja dalësh të përballosh jetesën tënde. Jetesën tonë po e përballojmë edhe neve që nuk financohemi nga dikush, sepse në fund ditës nuk është se do vdesim për punë. Përshëndetje të nderuar pacient, bota po zdjen, Europa po zdjen, të gjithë janë duke i dhënë mesazhe urimi edhe kundërshtarëve tyre ideologjik, siç është PD-ja për shembull, që uron këtë Maxharin për fitoren kundër Orbanit. A kupton, kur Orbani promovonte të paktën familjen, konservatorizmin dhe sovranitetin. Ndërkohë që partitë tona janë kush ja lëpin më shumë ndërkombëtarëve. Je dakord me mua me këtë konstatim vëlla? Unë në fakt sa po lexoja shpend një deklaratë që jepte zemër Partisë Demokratike dhe një politikani shqiptar që ka një 7-8 mandate deputet, strateg kokë shteti, dhe më lejoni ta ndaj me gjithë ndjekësit tanë nga çdo cepi botës, nuk e di, duket shpend, më konfirmon. Pra ku zoti Tritan Shehu jep zemër PD-s, radha jon thot pas Hungarisë, pra ne do triumfojmë. E reja do triumfoj tha. Pra çfarë thuash tani, le të themi, të rinjve shqiptarë në këtë vend, kur akoma ne kemi njerëz që nuk e din vetë ata pse janë politik. Pra e kanë humbur busullën, vetëm marrin ato rrogat, ato benefitet e gjitha me radhë. Se këtu ka një hipokrizi shumë të madhe shpend, se sot ka qenë një eksitim i papar nga të gjithë në rrjetet sociale, nga të gjithë politikanët, qoftë vjetër apo të rinj opozitarë kryesisht, pikërisht për humbjen e Orbanit. Në fakt, opozita sot duhet të jetë e shqetësuar. I vetmi që është i gëzuar që humbi Orbani është Rama. Dhe më lejo 1 minutë të argumentoj pse është Rama i vetmi i cili donte që të humbiste Orbani. Sepse Orbani ishte i vetmi që i futi shkelmin Sorosit dhe nuk e lan vendin e tij dhe për 4 mandate i fitoi zgjedhjet zotri. Sepse këtu i thon diktator Orbanit. Për çfarë ishte diktator Orbani? Se ishte 4 mandate në pushtet? Pra që ishte rreth 12-14 vite se si beri dhe të plota këto? Po ti kishe Merkelin 16 vite. Ke pasur atë, thuja, kryeministrin e Hollandës, pra rreth 10-12 vite. Po shikoj, këtu ka një hipokrizi. Po çfarë ishte diktator? Po vëlla, këtu ka një hipokrizi, sepse këtu luhet me termin terrorist, autokrat, oligark, nga këta që nuk e se ndryshojnë fare. Nuk ndryshojnë fare, vëlla. Më tojti mua ndryshimi midis Ramës edhe Orbanit. Përpo se ka ndryshime pozitive Orbani. Që Orbani e do Hungarin pak. Ka një ndryshim. Rama është pjesë e agjendës Sorosit. Pra dhe këta e dy më gjithne. Pra le të dali njëri ta kundërshtoj. Orbani ishte i cili i hoqi këto agjendat LGBT që janë këto, e kupton? Se do na vjet në njeri dhe nga këta tani, e kupton? Dhe këta kemi mangut. Na e vën, Allah, se s'na e vën. Pra, tani ka i ndryshim të shumë të madh. Por ajo që mua nuk më duket normale është opozita shpen. Pse? Opozita tani do ta përdori këtë, thotë ja, ra autokrati Orban, pra një pjesë e tyre, pra se ata nuk din çfarë duan pak, themi realitetin, për t'i treguar këtu të rinjve, ja, Rai, do bjeri Rama, opa, vim ne vëlla. Po pse, kështu bëhet politika. Po këta duhet di një gjë, ja, 1 sekond, shpend, se kam një diçka tjetër këtu, le ta ndaj me ndjekësit. Maxhari që ka pak hebre. Pak qifut. Që ka pak e brejt Maxhari. Se këta kujtojnë se këta janë rastësore. Nuk ka gjë rastësore.
Më lejo të ndaj dhe një informacion tjetër për ndjekësit tanë. Nda sa të duhesh informacione. Ja, se sapo e çekova dhe ma dërguan. Mos u aprish ëndrrën shqiptarëve o vlla, se ti këtë keq. Jo, thjesht një informacion. Për ata që nuk e di unë, filloi një dashuri për këtë Pietrin, Peter, çka ka ky? Po. Pra, kot nga hiçi. Po, Maxhar, se në Kosovë Maxhar i thoni diçka e tjetër, po. Pak rëndësi ka kjo. Gamorit. Për gjithë ata që nuk e din, bashkëshortja e Peterit, ka qenë ministre e Orbanit, zotrinj. Bashkëshortja e Peterit Bashkëshortja e Peterit ka qenë ministre e Orbanit. Po dhe Peteri ka qenë. Ta kujtojmë. Edhe Peteri ka qenë mbështetës i Orbanit, vlla. Ka qenë pjesë e partisë, në njëjtën parti. Po. Këta kujtojnë se këta janë rastësorë, zotrinj. Dhe del Peteri pak çifut tani. Po. Del pak i Sorosit. Edhe këtu tani krijohen ideologjira, pra edhe partitë e reja sot kishin një egzaltim, e kupton? Se nga e gjejnë këtë unë nuk e di. Pra, jashtë çdo logjike. Unë po shikoj këtu në reagim qytetar në Shqipëri. që po turrën drejt partive të reja. Po këta duan të fitojnë nga kauzat e burra, kupton? Ja ra ndeja, mo marrim në pike, kupton? Shefin iluzione naje. Jo, këta e di nuk e fare me këto. Këta kanë tregu domethënë po bëjnë ftesë të hapur Sorosit. Hajde rimer aksionet në partinë tonë që të na sjellësh në pushtet. Se kështu i bie vlla. Patjetër. Po kështu i bie në momentin që ti nuk e koncepton dot se kush është kundërshtari jot ideologjik në Europë. Po vetë tani bën çfarë do lloj zgjedhje që ndodh atje, ti merr flamurin e fitores, demokracia triumfoi. Kush e di nga këta se çfarë është demokracia? Këta janë të fundit që duhet të flasin për demokracinë, se këta e kanë pas në dorë për të ndërtuar institucione të shëndetshme dhe i kanë bërë institucionet kancerogjene, o zotri. Kancerogjene, nuk gjen dot një institucion në Shqipëri që të funksionojë këtë frymare, janë të gjitha të korruptuara. E vetmja shpresë reale dhe alternativë që do kenë shqiptarët do jetë momenti kur do krijohet një parti politike si e kërkon ligji shqiptar, me atë që ne kemi thënë disa herë me tavolinë të rrumbullakët, sepse janë lodhur shqiptarët me parti kryetar, ku del njeri thot unë jam partia, unë jam kryetari, ju tjerë jeni shërbëtorët e mi, dhe çat them unë, edhe të them edhe budalliqe, ju do duart rokisni. Sepse kjo do jetë e vetmja shpresë ose prova e fundit që shqiptarët do do tentojnë ta besojnë dhe ta mbështesin, sepse janë lodhur. Përqindja e votuesve në zgjedhjet në vendin ton është në rënje nga çdo palzgjedhje. 30, 40, pra këtu vete, 40 pik pak. E po në Hungari morën 70-80% pjesë. Pavarësisht që zgjodhen, se ne nuk kemi në brendësi të situatës atje. Zgjodhen gabim, ata do ta vuajnë, nuk do ta vuajmë ne. Zgjodhen mirë, ata e kanë dorë. Po ne në Shqipëri tani, sepse njerëzit nuk kanë alternativë. Ç'a alternative jep opozita, Partia Demokratike? Me një 80 ca vjeçar, i cili është non grata, i cili le të themi ka të mbyllura dyert ndërkombëtare. Por edhe mosha biologjike bën vetëm. Pra si mund t'i thuash ti një 30 ca vjeçari, hajde tani beso në politikat e nuk vjen keq ta them, po. Ka filluar të harrojë zoti Berisha dhe fjalimet kur del në ligë, është mosha biologjike. Bravo, zoti Berisha, edhe sikur t'ishte Herkuli vlla, edhe sikur t'ishte Herkuli gjysmë perëndi, ajo pjesa njerëzore e vetja do bëj të vetën, a kupton? Se ne jemi 33 vjeç e 35 vjeç e kur vjen puna nga ngarkesa e madhe që kemi, memoria fat shkurtër kam bivendosje. E drejt. Po do vite ky emisioni, po kam këtë takimin, po kam këtë kursin, po kam me Azmerin, po mpret një shok, po mpret Kushuriri. I thua gjithve po se s'do me lënë asnjërin më njanë, edhe kur e shikon që t'jen stres për gjetur kohën, korridoret e kohës. Neve, imagjino Berishës 82 vjeç, që Berisha duhet ishte duke pleqëruar, duhet ishte në fermën e vet. Për mendimin tim, me librin dhe me ngjysh. Po, duhet ishte në fermën e vet, të rrisë në një kal, të merre me hortikulturë, me shkrim librash, të bënte akademi politike për të rinjt. Kurse ti
Po e ngatëron pak me presidentin e Uruguajt, më duket. Mire se, atë kemi qef neve. Po atë kemi qef o vlla tash një baba kombi e bur. Në fund ditës neve na duhet një baba kombi. Unë pse e kam qef Mretin? Jo se Mreti ka qenë i kulluar, o Azmer. Sa Mreti ka qenë lojtar politik, edhe ka vrar, edhe ka prerë në bes kundërshtarët e vet, e gjitha me radhë, po është pjesë e lojës. Se e tillë është loja politike. Por ishe baba kombi o vlla. Kur u bën bret, nuk është se i diferencoi kundërshtarët e vet, biles u dha bursa. Ik vlla. Pra, këtë lloj baba i kombi, neve kemi këtu vlla llogore, kemi 80 vjetë vlla, bunker që në 70-ën, pastaj bunkeret fizik, pastaj bunkeret mental, ra statuja, se s'ra komunizmi. Kjo është, ndoshta mund tjetë një nga artikujt më filozofik që mund bëhet ndërkombëtar vlla, po t'i futemi, a kupton? Ra sistemi apo ra statuja prej bronzi. Se sistem s'ka rënë vlla. Thjesht të ndruan emrat dhe ngjyrat kaq. Madje këtu te ne shpend edhe demokracia është një iluzion. Po. Pra se çfarë është demokracia tani se themi realitetin. Demokraci që thuhet sa gjëra e kupton të padëmshme si këto që jemi duke thënë ne. Se këto janë të padëmshme për zullumqarët, për hajdutët. Po, ne godasim lojën, godasim... Çfarë demokracie ke këtu ti kur ti, nëse ti do të aplikon për një vend pune dhe po nuk çoj emrin kryetari i bashkisë ose deputeti i zonës, ti nuk fillon dot punë në institucione shtetërore, le të dali një le të më kundërshtoj. Këtë që unë po them, në gjithë Republikën e Shqipërisë. Nëse ti nuk merr miratimin e partisë, ti mund të bëhesh drejtor apo specialist në një, le të themi, drejtori apo në një institucion shtetëror, nëse partia nuk e vetë shenjën të shijoni kjo dhe hajtë kalo. Qa demokracia është kjo kur disa në spitale trajtohen mirë dhe disa lihen aty të vdesin? Ata që kanë njohje, kanë lek dhe kanë, le të themi, lidhje politike e marrin shërbimin. Çfarë demokracia është kjo kur ti aplikon për një startup apo për një projekt ndërkombëtar dhe e merr kush, djali deputetit, vajza e ish-kryetarit komunës? Ku është demokracia këtu? Se kjo demokracia vlla është kur çdo gjë është, le të themi, e lirë. Çdo gjë funksionon me merit. Hajde ti dhe unë të hapim një kompani dhe hajde të marrim një tender ne për një shërbim publik. Po e merr dot i zotri, po s'ke shanse se ti falimenton. Se këtu drejtuesja e qarkut thot, siç thoshte Balluku për ish deputetin e Elibrazhdit, zotin Gështenja, se ai inxhinier është në vetvete. Kjo thoshte që mos të shoh të marrim më tender në Republikën e Shqipërisë. Ku është demokracia këtu? Demokracia që jepet nuditet në rrjete sociale apo në televizion. Këto debatet me analistët e paguar, që në fund marrin ato lekët atje, që i çon partia, që thot thuaj sot këto, nesër thuaj këto. Se këta s'majnë të shatonë, vlla. Se kjo është e tmerrshme. Po, madje ndonjëherë ke një kosisht në televizion, sigur janë live, e kupton, po ç'është tjetër kjo. Edhe po ti vesh të dy përballë, duket sikur kundërshtojnë njëri tjetrin. Po dhe kundërshtojnë ata, po t'ia ndryshosh me AI fytyrën, të dëgjoj gjëra që ka thonë një emision para fillon e kundërshton veten ai. Nuk është se jo për lek patjetër. Pra, kjo na që nga demokracia në që na erdhi. Sepse ka dhe një hipokrizi këtu shpend, se më pyesin shpesh në rrjetet sociale, më bën një pyetje, pse nuk çohen shqiptarët në demonstrata dhe në protestë? Se të gjithë e thonë këtë, por asnjëri nuk çohet. Pse Partia Demokratike sot është, le të themi, duam apo nuk duam, partia që mbledh një numër protestuessh. Jo shumë të madh, por më shumë nga të gjithë. Këta që kanë ngelur, për një arsye shumë të thjeshtë, sepse njerëzit dalin protest shpend pikërisht sepse dikur në Partinë Demokratike kanë qenë në poste drejtuese. Kanë qenë kryetar komunash, kanë qenë drejtor, ish deputet, drejtor drejtorie, i ka futur në punë. Dhe sot nuk i kanë ato benefite ose dalin dhe fëmijët e tyre, sepse këtu te ne është dhe pozicionimi politik është trashëgimi familjare. Sepse thonë nëse vjen pushtet, ne do rimarim ato që kishim ose do rimarim diçka më shumë. Kurse
me nismat qytetare. Jemi të djathtë nga familja, vetëm Shqipëri e gjen këtë. Jemi të djathtë nga familja. Nga familja, ose të majt. Ose të majt nga dhe familja. Në partitë e reja dhe në nismat qytetare nuk del njeri shpend sepse njerëzit dalin vetëm nëse ti premton, pra qa ka për mua vlla ton fund ditës. Shumë të pak janë ata idealist që mund të dalin 10 veta në protest, 5 veta. Ka koma idealist vlla? Po ka shpend, ka, më besoj që ka. Sepse ata që nuk zgjedhin të votojnë, të dalin votime, ose revoltohen në mënyrën e tyre, nuk e gjen veten te kjo politikë shpend, që janë akoma në Shqipëri, që nuk janë lodhur. Pra sepse ka një ndryshim idealistin Shqipëri me idealistin që ka ikur emigrant. Më vjen keq ta them këtë, se unë kam qenë vetë emigrant. Po. Sepse hajde këtu në Shqipëri ti jesh le të themi pa mbështetje, pa punë, me 500 vështirësi, se të paktën po ti jesh me dokumenta në Gjermani zotëri. Dhe nëse të heq kompania nga puna, po ti vetëm me asistencën 700-800 euro ti jeton. Po. Pa a dini ju sa është asistenca këtu? 27.000 lekë të vjetra në muaj, 27 euro. E di që më kujton me këta asistencën vlla? Momenti kur Xhaxhi Safeti po intervistonte të zyra vet eminencën e saj Gri Alma Kaçi. Pasi a dha intervistën se punonte mirë me mikrofonin a zonja. Pasi a dha intervistën vlla, 60.000 lekë ishte tenderi për qente rrugës, 30.000 lekë për njerëzit, asistencë sociale në muaj. Sa herë që dëgjoj për këto asistencat, më vjen Alma Kaçi dhe Safet Gjici vlla. Ai është vetmi njeri që është dënuar për qef në Republikën e Shqipërisë, dhe ata për vjedhje janë të lirë. Po mirë, ky është si Shukriu, mbahet më ai Shukriu i Dibrës? Që i kishte edhe mbathet, i kishte të grisur ai shkreti. Është fikse konotacioni bregrisur. Po ai mbas Shukriut, vllai, i njëjtës parti fitoi më thellë se ai Shukriu. Si ka mundsi vlla? Mos duhet edhe neve të hapim në një faqe OnlyFans për të futur në politik? Vlla? E ke menduar ndonjëherë që duhet me hap në OnlyFans ndonjë gjë? Patjetër, po vetëm duhet ta antarësohemi tek Partia Socialiste. Po s'ka gjë vlla, tani Basha thashun. Rama thashun, Basha. Nëse nuk merr tesërën e Partisë Socialiste shpend, ne ta harrojmë që fitojmë. Sot, pas 30 vitesh mund të ketë ndryshim. Se mua më shkatërrojnë fare për një pjesë, se debatoj shpeshherë në rrjetet sociale që më shkruajnë, se kam qef ndonjëherë ndarget, si që jemi tani bashkë, pra do mbarojmë të live-in dhe do fillojnë do më shkruajnë dhe unë i kthej që mundohem. Pra, gjithmonë atyre me emër mbi emër, me adresa false nuk merrem absolutisht. Po ti i qetë mua ma carojnë. Jo, jam i qetë. Jam i qetë sepse kam nerva, kupton? Mbas edhe nga profesioni dhe mosha, sa më shumë ikën shpend dhe zbutesh. Dhe po mua pse s'po zbutem. Ndonjëherë më shkatërrojnë fare më valla sepse ora sikur nuk e kuptojnë realitetin. Pra, jo po, herës tjetër ikën Rama. Po si do ikë Rama më zotrin në 2029? Se kuptojnë o vlla. Me çfarë arsye do ikë Rama në 2029? Jo po kandidati më thon mua në Fier. Po si ty e thjesht ngarun aty. Po si shem Fier o vlla. Pra unë isha në Adriatikun. Mos hyr me Adriatikun, se e jepni me Adriatikut. Çu të kanë thonë? Po kur ty shpe shpendin, kur ty shpe shpendin do thënë, jem me shpendin se do a kisha dhënë votën, po ty shpe po dën, po të njëjtën gjë vetëm me PS-n vlla, po PS nuk është se të votojnë, thjesht merr urdhër nga i madhe, ky. Po në Fierë është caktuar kryetari i bashkisë i riu apo? Se s'po e them tani, se jemi shpejt. Do ta them në vërtet. Pra, se jemi shpejt. Mos e djegim kot, gjuna. Do ikë ky? Ky ka ikur apo? Ky ka bërë për Fierin valla. Po ky ka bërë për Fierin. Iku ky valla. Ky edhe një vit edhe i futën fshesën këtij ata. Iku ky është caktuar i riu apo? Pra, është caktuar, është faktike. Mos themesh edhe tani. Pra, ata që janë nga Fieri e din për kë bëhet fjalë. Gjunov. Kështu që tani çat legjitimo garën. Po jam thuaj nga opozita mua të një emër me impakt për ore ta njohin të paktën qytetarët se këta i vënë muajin e fundit apo ja kapin thon këta ke kandidat thon dhe na e votoni këtë se ne do fitojmë.
nga 61 bashki unë po them një parashikim, nëse situata vitin tjetër është si tani, Partia Demokratike merr 1 deri në 2 bashki. O vlla, kam folur me Mos them 61-0, po kam folur me disa eksponent të fierit Partisë Demokratike, të cilët janë në garë. Janë edhe ca miq tanë përbashkët. patjetër. Të merr me listat emërore ku ishin edhe socialist, ku ishin edhe njerëz të deputetëve socialist si antar të PD-s për të votuar vlla. Janë larguar antarët historik të PD-s dhe janë shtuar, janë plotësuar me njerëz që s'merren vesh çfarë janë. Nga 5700 sa ishin antarët ka ardhur lista me 3200 e pak. Skarcim. Tashi, pyetja ime është me çfarë do fitojnë këto vlla? Si do fitojnë? Domethënë, okay, nëse ky Maxhari i financuar nga Çufot apo nga Sorosi apo nga tjetri, kishte një kauzë të lezetshme dhe eksituese dhe epshtndjellse për elektoratin që të merrte votin. Patjetër. Se Orbani ndryshe nga Rama, Orbani la zgjedhjet e hapura vlla. Nuk është ndërhyri. Se po donte Madje Orbani, e uroj kundërshtarin. se po të donte Orbani me majt politikën e mbyllur pas 4 mandatesh, e bon vetë pesën, se të duhet në një gjë e madhe për ta mbajtur, se sidomos neve në Shqipëri kemi raste kështu specifike për ta shpjeguar se si mund ta mbash pushtetin me dhunë edhe me makinacione. Po këta nuk kanë alternativë vlla. Pse? Këta i thjeshton Rama, aja mund hajdut votash po, juve vidhin njëri tjetër mrena. Ike marove shoku. Po. Ti kërkon zgjedhjet lira të ndershme në Shqipëri kur ti nuk bën zgjedhjet lira të ndershme në partinë tënde? Ore budallën ka Shqipëria sa duhet se janë kujdesur këta vlla që të shtohet numri i idiotëve. A kupton? Por kjo nuk do të thotë që jemi të gjitha. Jemi edhe ne pacientët që marrin një ilaç kundër idiocisë. Po kurohemi, po marrim antibiotik. Jo se jemi të shëruar, po jemi në kur. Si do të vishti? Tani me thon Tritan Shehu, e reja do triumfoj, Tritani 80 vjeçë dinozaur. Qa ketit me të reno, vlla? Ti as mendimet si ke më të reja. Dhe vendin listën, po? Pra, një i vjetër nga këta në listë ka larguar minimalisht, nuk pa them një, unë ka larguar 100 rinj me vokacion politik. Se vetëm kur e shikon aty, se tulen krye tavolinës të vlla, dhe t'javin dhe mend si burra shteti, ku këta janë anti-elektoral, pra këta tulin imazhin, konsumojnë fytyrën e gjitha me radhë, dhe partitë këtu janë hipokrite më po. Janë hipokrite sepse i ftojnë të rinj, i ftoi Partia Demokratike në primare, i zgjodhen votuesit ata që donin dhe në fakt kur u përfilua lista, i zhyte. Tani kush e ka fajin Partisë Demokratike që humbet? Vetja më vlla. Vetja se nuk janë besueshëm. Se ti si i besueshëm, a shok? Ore ti, në qoftë se unë jam i pabesueshëm si pedagog i djalit tënd, që ti ke dyshimet e aftësitë e mia pedagogjike, ma sill djali mua atje vlla. Do ndrosh shkollën apo? Po do ndrosh shkollën pra njëta dhe same fucking shit është me partinë politike burr. Mua nuk më bën zotri. Kemi bë luftë dy për këta, o vlla. Po më jo më, s'ka më, o shpend. Mbrojtje edhe ne dhe kur i shajm ta i bëjmë publicitet. Po për atë zot. Pra unë kam darë me, kupton do kaluar në sarkazëm apo? Tash me. Pra me po vlla, për mua është e përbindshme, vlla, si ka mundësi domethënë që këta nuk e kuptojnë që kanë po i bëjnë anti-reklam vetes më. Anti-reklam vetes. Po kur thon, ne të rinj jemi, çfarë dukemi neve ty, të rinj. Përmendin 3 emra aty. Ore zotri, që ti je i rinj politik. Ti duhet të kesh mendime inovatore. Një politikan i ri është politikan që thyen Ramën dhe Berishën. Me model. Eksakt. Me model vlla, jo me të sharë nga ropt, as me i thonë që grua jote është këtu, as me i thonë që djali jote është kështu. Leti djali, vajza, gruaja, nipi, mbesa, ti vet, le prokurorin vlla. Ti ke mundësi, t'ja çosh prokurorin atje të bëj punën. A e garanton ti do të prokurorin dhe ministrinë e drejtësisë që nuk do ketë ndërhyrje?
Jeti garantori si shtet, që s'ka ndërhyrje, nuk vjen dot asmeri trokasit e dera shpendit thoj vlla. Sa lek do ai gjykaci që t'na heqi kët, ose sa lek do ai i shikut, apo sa lek do ai. O shpem, po qa prete bur tani? Më thuj mo ku e ke opozitën di, s'pa thona si laf me për balluku në bur. Më thuj e bur njerë, ku janë këta vlla deputetet e Fierit e zotri? Ku janë më zotri? Ndërkohë që Partia Socialiste në Fier ka filluar me asamblet zotri. Po. Ka filluar nga puna ata. Këta ku janë këta? Këta ka 6 bashki qarku Fierit, se po e marrë me qenë se isha, sa po ka marrë nga Fieri. Pak po bëj. Ku janë ata? Ku janë kandidatët e zotri? 6 bashki. O, nuk ka vlla, nuk ka ma, kanë marrë urdhër që do shtyhen zgjedhjet mrena partisë në disa qarqa. Pra, qa pre tani? Sepse është bë krefje listash. Në atë parti punojnë të gjithë vlla për të mbajtë karrigen. Po mirë të mbajnë karrigen, e di se është kjo është qelësat e kakës valla. Ruajnë bizneset mëse, jam me prestanome. O vlla. Ke njerëz në bashkinë e Fierit që marrin tendera për llogaritë të djathëve nga të majtët o vlla. Po. Hajde ti futemi tani bashk, dalin gjithë lidhur me njëri tjetrin. Ku ka gjë më të bukur se sa tjeshtin pushtetet marrun tendera nga ty, o vlla. Po. Ku ka gjë më të bukur se s'po du pushtet fare, sill vetëm tendera ti mo. Se ti sa i dis vllaje. Sa do të 20-30% ja ku e ke në dorë. Cil shokun timun. Që s'na njeh njeri. Ti kalon lekët aty në formë kriptomonede, i kthyetin San Salvator, bëj çat dush. Një USB është aja, takojme për kafe, jo tjetë shiku aty, po Mosadi. Me trujt. Unë duke dhënë dorën, t'jap edhe USB-n një më i mirë jazmertëm. Jepi drejtim. Edhe thëm edhe në televizor, më shaqik vlla. Kur të dalesh aty më shaqik. Thuaj që ishti korruptuar e gjitha që ta ngrem skemën. Po i kemi parë o vlla, i kemi parë. Ne të dy i kemi parë, nuk është se nuk kemi parë, nuk është se po bëjmë konspiracion. Mund të akuzojnë njerëzit për konspiracion vlla, sepse ne nuk duam të nxjerrim fakte vlla. Se është një lloj lufte që hapet pastaj edhe janë luftra që më shumë na dëmtojnë se sa fitojmë. A kupton se je duke luftuar kundër një sistemi, nuk është se po lufton me Edi Ramën apo me Sali Berishën ta kem personale me ty. Se ashtu ke një shans shpëtimi. Se është e çështje personale, po kundër sistemit. Kundër sistemit është e kotë vlla, është luftë e humbur që në partenc, që në start. Dhe prap jemi te kjo gjëja vlla që humbi Orbani po gëzon gjithë Europa. Për çfarë po gëzon Europa? Për çfarë po gëzon PD-ja që humbi Orbani? Je kukulla e Rusisë. Po mirë, ku që ka kjo lufta e Ukrainës? Çfarë po bëhet me Ukrainën tash? Se diskutova edhe me Bekon. Ore, flet me njëri për Ukrainën sot e vlla. U harrua Ukraina, për çfarë Ukraina? Ku është Ukraina? Para më për çfarë? Genocidi rus në Ukrainë, gjitha se do ta mbështesim Ukrainën. Ku janë duke mbështetur Ukrainën këta? Fare më. Orbani këta i ka ruajtur nga një degenerim që do t'i bënte Rusia. Se sot vendet e Europës po i luten si bushtra. Po i luten Rusisë për Nord Streamin, hape rubinetin e gazit, se u degenerum. Shikon, shqiptarët duhet dinë vetëm një gjë shpejt. Edhe këta që janë tifoza të Trumpit apo. Se këtu janë kota valla, këtu nuk e di unë më popull, pa logjik, më vjen keq ta them këtë. Pra jemi ne gëzojmë për Trumpin, nga budalliqet e Trumpit, ne sot pagojmë naftën 2300 lekë. Pa. Çfarë ndodhi me Iranin zotri? Një ditë bukur, opa, Iranin. Pastaj kemi infantila ministran e vlla. E dëgjove tjetër Nufin çka ka ministri? Pra për bazën e NATO-s në Kuçov, se i tha gazetarja po ta kërkoj Amerika që nga Kuçova nisi avionët për në Iran. Pra, është NATO-s ta po miratuan dhe leti nisi. Pra këta i hyn konflikteve kote zotri. Pra, ti kthehesh shinjestre e një vendi si Irani. A ka Shqipëria kapacitet tani të përballojë 2-3 dronë të Iranit? Po nuk të shikoj vlla. Kjo lloj lufte është shumë e kushtueshme dhe Amerika është duke humbur, jo se nuk ka ushtri vlla. Po na fat gjat
ka më shumë kosto se sa përfitim goditje që po i bëhet Iranit. Me të njëjtën logjik, rrofsh. Me të njëjtën logjik vlla, me të njëjtën logjik ndjek edhe Irani me Shqipërinë. Ja vlen me shkarku tani 200.000 euro prodhim për një vend i cili nuk ka as ushtria si llogjë, ka vetëm civil. Pjesë për një mesazh apo? Kështu që bie ky parimi vlla, bie parimi i si të shpendi ty i sulmit të Iranit. Nuk na sulmon Iranin ava. Më thënë, edhe bën mirë mos sa sulmoj vlla, se po u sulmua Shqipëria e patë me dirama dhe na 20 vjet tjera këtu. Kështu, domethënë që e garantuar ajo, por ne duhet dim gjëra se edhe nëse ndodh, shpresoj shumë që mos ndodhi. Ora kush na i prurin ne ata muhaxhedinët që janë Manz në Durrës? Kur atë një vend nuk i merrte. Nuk i mori Eritrea, o shpend. Eritrea shtet më serioze se neve. Eritreas i ofroi Amerika lek vlla, lek. Pra që ti merrte, nuk i mori vlla. Edhe vajt i mori ky me qitjane. Vullnetar, për çfarë i mori këto? Ky i mori për një arsye shumë thjesht, për të pasur mbështetje ndërkombëtare, se ky vjedh zgjedhjet. Për këto që bën këtu te ne, kërcasin dhe ca lajme, se e kupton ç'a niveli është këtu media apo jo, valla. Dje thoshin nga ardhi Ivanka Trump në Vlorë, të gjitha. Ka vajt Rama rezidenca qeveritare, po kjo është me plana, burr, nga zyra e shtypit e kryeministrisë. Pastaj jo po e ngatërruam ne me një bjonde që ishte me fëmijët e saj. Se të gjitha bjondet janë Ivanka, valla? Janë Ivanka, e kupton dhe tani ç'a bën këta apo jo? Po pse i bën këto? Këto i bën që tregojnë që shiko Rama me Ivankën han pinva, mbështetje amerikane. Kjo është me plana, po. Kjo është me plana shpende gjitha. Pra dhe ne tani do zjejnë këtu, sonde tani ti i ke njëkohësisht me ne, to banagje televizive, po zjen për Orbanin e vlla, kuptoni tani? Po vlonë vlla. Thua ti se u ul çmimi naftës këtu te ne. Thua ti se nesër po shtrohen rrugët, do mbushen spitalet me ilaç. Se halli Hungaris kemi ne, hallin e Hungaris shumë. Hungaria e zgjidhi hallin e vet vlla. Urbani uroi fitoren, ky tjetri do marri qeverinë, shtetet mira. Ore ne ku jemi? Por ka dhe një gjë tani, se nuk, ka një gjë që nuk po e perceptoj dot të shpend. 2300 lek naftë. Rrugët plot. Ore plot me makina, ngeca dije. Po ikja për në Fier, ngeca aty te Hinga Elbasanit. Po, aty është merr. Po ngeca 1 orë 20 minuta më shpend, në makinë. Është merr vlla. Këtu është një terren i vështirë malor, do shumë investim, për ta zgjeruar, do ta justifikonim. Po ty është fushë, vlla, bosh i ke. Shpronsoj ato 2-3 shtëpi aty. Dhe u zgjidh. Po e mbajnë burr çdo zgjedhje i gënjejnë ata të Elbasanit aty. Edhe gjithë Shqipërisë dhe këta gënjehen. Po mirë tua bëjnë burr. Dhe i votojnë. Po mirë tua bëjnë asmer tash. Nuk ka faj që të gënjen 500 herë, ke faj ti që ha gënjeshtrën. Një herë me ma fut një herë, tur të vi, dy herë, tur të vi mua, o vlla. Si që ka kjo kështu? Po qa pa i ka mune është? Ose është tjetra. Është tjetra, vlla, shqiptarët kanë lek dhe na gënjejnë. Gjithë kanë lek dhe bëjnë gjithë sikur s'kanë lek. Edhe kjo mund tjetë, vlla. Të gjithë qahen dhe të gjithë i keme makina 20-30.000 euro. Të gjithë qahen dhe të gjithë janë, nuk janë shumë me Xayomi. Si e kam të Xayomi. Po i keme iPhone 17 në zotri. Po, atë portokallion. Na 300 euro. Atë portokallion. Na 300 euro vetëm për ngjyrën. Për ngjyrën. Se ka diçka tani. Pra o të gjithë kanë lek, o jetojnë, ku di unë kanë kapur jetën sprapti dhe ne nuk përshtatemi dot të zotri. Se kam qenë dhe në emigrim. Shumë që po na ndjekin në emigrim. Po, sa do ta kesh rrogën di zotri, ke qerane, ke fëmijët, ke taksa. Do të bësh një jetë dinjitoze, po jo një jetë luksi, flas me punën, nuk flas me budalliqes. Se këtu dhe ne shkëtyr... Ose me biznesin tatë vlla, po dhe biznesi jo që t'japi të ardhura, të duhet një kohë investimi. Të duhet një 5 vjeçare. Po një kohë gjatë shpem. Të duhet një 5 vjeçare deri 10 vjet që dalësh në biznes, e kupton?
Dakord, po, edhe këta jashtë, ose edhe këtu që kanë biznes, nuk kanë orar shpend. Ne nuk kanë festa zyrtare pushim, si administrata jonë që është pushim sot. Na janë pushim edhe se. Janë lodhur. Lodhen Tani ti azmer se neve jemi dhe çik ma link kështu. Këta lodhen administrata janë lodhet o vlla. Lodhet duke bë korrupsion, duke bë lek, se është lek i vështirë shumë burr. Shumë lek i vështirë. Por një gjë mirë e bërë më shpend. E kemi bërë një gjë mirë. Çka kemi bërë të mirë valla? Para 2 javësh do organizonim një festë të urën Vrostarit. Po. E kishim bërë? E kishim mbushur dropën. E kishim mbushur dropën valla. Bravo. A bra ja. Ja bra. Kjo është për ta festuar vlla. Kjo është për ta festuar. E kishim mbushur gropën atje. Domethënë nuk i kishim vënë pjesë metalike si duhet, po e kishim mbushur me zip. Gjysmë të keqes. Pra s'kapte makina. S'ka gjë, do prishet. Pra, me aq makina të mëdha me tonazh të madh që kalojnë aty vlla. Nga vera. Në ver, bravo. Nga korrigu aty do të kesh gropën prapa aty. Po gjithsesi kjo tregon vlla që na ndjekën se s'na dëgjojnë, e kupton? Pra, se kjo është opozita në fund ditës. Po të bënin deputetët e opozitës këtë që po bëjmë ne. O ku do ishim ne? Pra, ne do ishim shumë para si vend, prandaj ne themi që një opozitë e dobët. Po nuk ka deputet opozite vlla, ka deputet e një partie pron. Private. Është gjë tjetër, më thon, po të pyetësh njerëzit aty, thon Partia Demokratike, Partia Socialiste janë familja ime. Familja është ai që ke në shtëpi, familja janë shokët e tua, misia jote, ata që zgjedh ti. Ne partia familje, kush e pas ka thënë këtë partia familje? Se këta vlla, se shikoj se është edhe një gjë antropologjike e mendimit, ë. Kur ti e shikon një gjë si familje, prandaj këta nuk duan shkputen në vlla nga partia. E majnë aty si familje. Këtyre vetëm një pyetje. A vjedhet familje? A ja fut vllai? Oj të futuri vlla. Oj të futuri. E po s'është me familje e pas. Sotë? Ajo është kështu si bie shpend friends with benefits, a? Kështu është? Po, friends with benefits. Kemi vetëm marrëdhënie dha, nuk kemi as pasion, as debate, as konstruktive, as elogjore. Neve vetëm do ashtu. Edhe këta vetëm e ashtu vlla. E kanë bë partinë aksione. Patjetër. Nuk të vjen vlla, nuk ke kredibilitet e shoku kur ti je duke shar, edhe ti je po aq i pasur sa ai që shan. Mos edhe më i pasur. Se neve të dy nuk kemi kundër pasurisë, unë ku ta gjej të bëhemi pasur, o vlla. Ku ta gjejmë, kush nuk do të jeti i pasur dhe mos bëjmë kot tani dashuria në kohën e kolerës, a kupton? Dashuria është ajo që shpikën komunistët për të marrë seks falas, o vlla. E ka thënë mirë ai tjetri. Hajde se zemra, hajde se po bëjmë një 8 fëmijë. Për shkak të dashurisë s'kemi lek me të pagu. Çka ka kjo dashuria e madhe e gjitha, ka tru, o vlla. Ka tru ti nuk mund dashurosh dikë, po nuk deshe veten njën. E para. E dyta. Në momentin që ti e duke thënë Rama është kriminal dhe hajdut vlla, përpiqu të mos jesh si ai. Qa mos t'jen këta, po këta si kanë mendimet e tyre, burra, i ke parti këta i shkruajnë fjalimet me ChatGPT, zotri, në parlament. Tu janë mendimet edhe këto që thonë këta ja bën ChatGPT, ja bën roboti. Po ajo Mariana Koçeku vlla, Neo Malsoria, që kishte folur për Gegnishtën. Me thënë të drejtën, ajo zgjedhja e saj është problem më i vogël. Pra let flasi, por let bëjnë një propozim për zonat veria, se kam probleme ata, pa fund, në i projekt ligj. Se na erdhi data, sot është 13 prill, më pak se një muaj bëhet një vit nga data e zgjedhjeve të 11 maj 2025. Sa projekt ligje kanë çuar këta në parlamentin e Shqipërisë për zonat e tyre më, për aty ku janë, për problemet që kanë. Pa fund kanë çuar. Sa zgjidhje kanë dhënë këta vlla? Përveç se kanë marrë. Sepse se cili prej këtyre i ka marrë 50-60.000 euro, zotri. I ka plus në konton e vetë. Për çfarë?
Pra, nuk më duket shqetësim ajo mua shpe. Shumë mire, zgjedhje personale, le të flasim, nuk më shqetëson mua ajo. Edhe opozitas duhet merret fare me të. Jo, e kam fjalën që ti nuk mund thuash do të gegnishte ime është më e pastër se sa standardja jote. E para njerë sepse gegnishtja jote nuk është gegnishte. Gegnishte ka pas gjerë fishta vlla. Të lahuta malcis, ajo është gegnishtja e shkruar. O, fole mirë gegnishten dhe hajde bëj një propozim të partia që ti militon që e ka vrar, partia kriminale që e vrau gegnishten, ti modri e gabim. Se je vajtur për të falur në dyert, më thënë, ke vajtur për të falur të Zoti në dyert e ferrit vlla. Qa do ti aty ma? Partia komuniste është ai që e vrau me standardizimin e gjuhës shqipe. Ti tani po thua gegnishtja jote pa bërë një projekt ligj për gegnishten. Ke boti motor në një projekt ligj për ratifikimin dhe unifikimin e gjuhës shqipe? Duke futur dhe dialektoret edhe gjitha me radhë? E ke quar ti arsimin atje në Malësit Madhe? E njofin Malësit Madhe Gjergj Fishtën? Qofse ti do me fol për gegnishten, vlla, merr lahutën e Malëcis, dil në parlament edhe shplajt gjithë 139 veta tjerë që janë aty. Ja kush është gjua jon, ja kush është dialekti jon, unë flas këtë, e keti Gjergj Fishta që e keni hedhur eshtrat në bun. Partisë vet. Tani Neo Malsoria që shkonte dhe kishte agroturizëm. E na dilte si Rama me Qinqin, e na flet tani për pyetjet me ChatGPT. Në komisionin e ligjeve ka qenë me pyetje me ChatGPT, nuk dinte ça me fol, a kupton? Kthente përgjigje anapull. Ne edhe mosha burse, 24 vjeç po. Qa prete shpendani. S'ka eksperiencë jetore burr tani. Kemi realitetin apo. Po mirë, neve kemi faj për këtë që s'ka eksperiencë, mos hyre motrë kur s'ke eksperiencë. Tani lekti duket janë temble e shpend tani. Fama e shpejt është ku di unë. Pastaj çat keqe ka një 25 vjeçare apo një 26 vjeçare si dhe që ne të siguroj pensionin mbi 1 milion lekë në shpend. I ka mbyllur e hallet. Po. Çat keqe ka të keshin pasaport diplomatike që aty në aeroport mos të rrish si ne legendat aty në radhë aty, e kupton. Po për zotin. Pra me të shtytur aty qoftë vetëm qoftë me fëmijë, po vete tek pulla. Edhe të thotë polici përshëndetje, mirë se erdhe, udhtim të mbarë, e kupton. O vlla, neve na roft që na duan këta mileti, që kur vemi në aeroport paja kërkuar në njonit kur mban radhën, të vjen një djalë ose një vajzë aty profe, hajde shpejt vlla. Ta ngreja të shiritin për respekt, se t'ishte për neve, nuk dihet sa aviona do kishim humbur, vlla. Nuk dihet. Me ato ratë që ka aty. Kurse këta shkojnë pasaporta diplomatike, thua ti, nuk din të flasin, o vlla. Nuk din të flasin. Të vegjel janë është do mësojnë. Edhe Rama tha, kaq oratore i tha asaj zonjës atje që ishte një 8 vjeçë, 7 vjeçë, ishte gati, nuk e di. Po mos ishte nona e vjetër do t'i kisha thonë është duke gjuajtur Ramën. I tha ai, kaq oratore sa jeti tha do të marrte grupi parlamentar ta ti mësosh këta. Edhe vet Rama e di se ku është defekti i Partisë Socialiste, te budallën që ka marr vlla. Te të paaftët që ka marr. Ajo është planë se kujton se është rastësore ajo. Po në një tuf me budallënje i që është budallaj me zgjuar duket më mirë apo? Po, që është e vërteta po? Po ç'a preti? A ke parti në një nga këta në për që kandiduan në për qarqe të ndryshme, të kishin fytyrën e tyre në këto billboardet, në këto reklamat, vetëm Rama ishte. Përpara thoshte, ec. Po, me Edin dhe PS-n, cep fare. PS-n e kuqe me zezë, më dalloje. Po të ec da. Qargullo. E numëra për bësh listat e për këta janë i vete mesazhi pa e lezuar fare ligjin aty, se din fare kur votohet, projekt ligjin, projekt buxhetin e të gjitha me radhë. I vete mesazhi nga kryetari i grupit parlamentar është se që është një balla, a kupton? Po. Edhe gjithë ta dorën, se unë e di që është kështu analistë kombëtare, kupton, futbollit. Se kështu më kanë thënë, kupton. Po. Sa herë ai flet për kombëtaren humbet Shqipëria. Edhe për ka sukses ka
Për ju vendet Po, ka kemën e bare. Shqyr që e ka se ne që jena interista nuk na duhen këto. Kështu që ma në shpende për po. Shikoj plako, mua të më thënë se jemi në fund. Pyetja e fundit o vlla për ty. A mund të sjelli ky rotacioni i Orbanit një efekt domino në Europën lindore? Apo është thjesht Absolutisht. Absolutisht? Absolutisht jo. Absolutisht jo. Shqiptarët ta flenë mendjen, sepse nuk kemi në të njëjtën situatë me Hungarinë, ku të ardhurat për frym janë gati shumë fish se sa Shqipëria. Në Shqipëri një pjesë nuk kanë bukë të hanë, në Shqipëri ti nuk e akoma ngrohje në spitale, nuk e ngrohje në shkolla, pra nuk e ushqim në shkolla, e ke naftën më të shtrenjtë, i ke bujqit pa subvencione, pra një i ri nuk punsohet dot, edhe tani të shikoj me ëndra ne që do ndryshohet sistemi kasta politike, pra nga që iko Orbani, këtu do vinë një Peter tjetër që do na shpëtoj ne. Pra këto janë broçkulla shqiptare, dhe ai që beson këtë nuk ka nuhatje politike, më vjen keq ta them këtë. Po të vazhdojmë kështu si jemi, në 2029 fiton Rama fatkeqësisht prap, dhe fiton akoma më shumë se sa ka sot aktualisht, madje po ndryshoj edhe kodin zgjedhor dhe reformën territoriale, do t'i shkri partit e reja dhe zërat e lirë opozitarë si që jemi edhe ne dy bashkë. Shpend sepse do jetë e pamundur që ne të fitojmë. Pik. E pamundur që ne të fitojmë. 25.000 vota i bën dot në Fier, Shpend? Jo. S'ke shanse. Po s'ke shanse. Si Bera do të 9.500 në Fier. Si mund i bëj 25.000? S'ke shanse, vëlla, çfarë thotë? Tani që të dukemi bukur të ndjekësit, po ne do thoshim do bjeri këtu sistemi, ra Orbani do iki Rama, nuk Europa e prallat gjitha, që ti i gëzoni me ego një pjesë. Po tani më fal, unë se besoj vetë këtë, çat gënjej veten unë. Po. Që të dukem bukur të marrim ca komente pozitive. Asun se besoj plus se mendoj që Rama dhe Orbani nuk janë e njëjta gjë. Orbani është i patriot, ky është i tradhtar. Që këtu fillon ndryshimi. Piteri dhe Rama janë e njëjta gjë. Po. Domethënë, pavarësisht të përkatësisë politike. Domethënë ti thua Orbani është Sali Berisha i 2013-s. Dhe Piteri është Edi Rama i 2013-s. Shumë e bukur. Po. Shumë e bukur kjo vëlla. Shumë e bukur. Koha do ta tregoj. Pra, koha do ta tregoj sepse të dy i lëpihen dhe janë produkt, Çik më këtej që ta shikojnë dhe njerëzit. Ty bravo. Ja. Piteri dhe Rama janë shërbëtor të këtyre me këtë që ka këtu në kokë. Kështu që thirrni mendjes, pra nuk ka ndryshim këtu. Do futesh edhe ti vëlla, më duket tek antiterrori për përgjim. Se mua merdi lajmi që është emri im aty, me disa të tjera, kupton? Kush ta gjesi jemi po? Kush ta gjesi jemi? Ideja është shqyr që vjen një moment vëlla që dashur pa dashur do duhet të filtrohemi të gjithë. Se do filtrohesh është procesi. Po jemi çfarë problemi? Te neve të vinë krahapur. Po, të vinë krahapur vëlla, se po gjetën ndonjë financim iranian, rus, amerikan te neve, vetë në burgun. Më gjej një vëlla. Po pse çka kujton dhe Shpend? Se nuk kam qenë unë përgjim kur kandidova kundër gjithëve në Fiera. Absolutisht. Pra, Azver Dulevic, një inxhinier vëlla, me Rog Hallexhiu, pra rrezikon të marri mandatin makinerisë Partisë Socialiste që ka shikun, ka shtetin, policin, gjithë administratën. Se kujton se nuk kam qenë unë bëshgime. Po kishin gjetur një gjë mua, kujton se s'do ma kishin plasur mua. Apo tyja. Po këta të shajnë kodë vëlla, jo të kesh ti diçka. Jo të kesh diçka. E kupton dhe ku jemi ne. Të kesh diçka, këta të vinë vëlla njerë me atë zarfin ton. Kemi këtë për ty, sa do ta mbyllësh gojen? Deri tani nuk na ka ardhur një. Po ku është vëlla? Ta sojmë njëra, ta prekim njëra burse. Shikojmë mirë çan gjyre ka zarfi. Po ku është vëlla? E zoti mod. Është të mërshme o vëlla, nuk e di. Jesi me çfarë temë shpemën. Ignoranta është aq e madhe, sa e di çfarë është ky është ogur shumë i zi për dhe tragjik
për politikën shqiptare, sepse ka aq shumë mungesë lajmesh të vërteta dhe lajmesh të nevojshme, sa merret çdo shashk që ndodh përtej kufive në Europë, tek aleatët tanë, se Hungaria, si me Orbanin, si me Maxharin, është aleat i Shqipërisë, dhe është një ndër, Austro-Hungaria është një ndër vendet që ka lobuar për pavarësinë e shtetit shqiptar, kur ka qenë në Karl Jozefin. Nxjerrë nga konteksti, Unë ditë kam dhe një tjetër, Hungaria dhe Budapesti ka përfituar nga nëntoka shqiptare. Sepse elektrifikimi i Budapestit është bërë me bakrin dhe kablot, pra me bakrin që nxirresh nga miniera e Rubikut, që pasurohesh dhe që ndërtohesh edhe bësh gati në fabrikën e Shkodrës për cilësave, bakri më i mirë në Ballkan po e themi bindje të plot edhe në Europë është bërë Hungaria. Pra, ne nga nëntoka jon kemi ndërtuar elektrifikimin e Hungarisë. Ndërkohë që në vendin tonë, në këto momente, në një fshat, po të fryj pak erë dhe po të bjeri pak shi, këputen ato hotelat dhe qytetarët ndezin qiririn aty, ndezin radion ose hapin YouTube-in edhe dëgjojnë çfarë? Fjalimet e Ramës. Është të mëshme. Ja, këtë nuk e dija për shumë. Që elektrifikimi i Hungarisë e ka bërë me bakrin që del nga Rubiku jon, ndërkohë që neve jemi në 2026 në themi premtojmë akoma drita ujë. Edhe 2029, po pritet përse dhe 3 vite kur erdhën zgjedhjet dhe 3 vjet janë zgjedhjet prap, ikën koha shpejt. Ne po plagemi, ne po vidhemi, këta pasurohen, pra këta gënjejmë po një lloj dhe ne votojmë po një lloj, se kjo është e bukur këtu. Pra, në 2025-ën thonë na mashtruan, në 2029-ën muajin e fundit do mashtrohen prap, do shiten prap dhe do t'i votojnë këta prap dhe ditën pas zgjedhjeve do fillojnë do qahen prap. Kur do ikë Rama? Kur do ikë Rama, ja. Pse sikur dhe Rama si Orbani? Pse sikur dhe Rama si Orbani? Kjo është e tmerrshme vëlla, kjo nuk e di domethënë kjo është fatkeqësia jon. Kjo është tipike fatkeqja e jona vëlla, është një gjë që na duhet ta durojmë të gjithë, sepse vetë kemi zgjedhur të rrimë me këtë popull, vetë jemi pjesë e këtij populli, vetë kemi ndikuar në idiocinë e këtij populli, kush më shumë e kush më pak, ndoshta disa me vetdije, disa pa vetdije, disa zhurmshëm, disa të heshtur, por të gjithë kemi ndikuar në përkeqësimin e mentalitetit të këtij populli, dhe tani nuk ka bir nëne t'ja çngulisi. Sepse nuk ka gjë më të keqe se sa të mësosh keq. Po ta mësosh diçka keq, është më e keqe se sa të mos e mësosh fare vëlla. Drejt. Edhe ky është oguri jon i keq vëlla. Ndoshta ky është misioni jon me bo të pamundurën që të shplajmë veten. Që jemi të pastër në ndërgjegje që të pakën ne u përpoqëm. At least we prove it. Pikërisht. Kështu vëlla im. Në një gjë tjetër të fundit. Si gjithmonë kënaqësi. Përshëndesim të gjithë ndjekësit në këto momente, sepse na shkruajnë nga çdo cepi botës. Çdo shtet vëlla, për zotin po. Dhe kjo është kënaqësia në fund ditës që ne jemi 2 zera të pavarur, 2 zera të lirë dhe shumë të tjerë si punë e jon, që mendojnë si ne dhe ne siç themi ndojmë gjë her pas here. Dhe kjo le të themi është pozitive në këtë thatësirën tonë mediatike dhe informative në vitin 2026 në vendin tonë. Vlla, të paktën neve përpiqemi dhe ju sugjeroj të gjithëve juve që të mendoni kritikisht, na dyshoni edhe neve në këto gjëra që themi, sepse po nuk dyshuat dhe po nuk i kërkuat vetë gjërat, të rjetën do jeni në kurthin e liderit që mendon për juve, por ju përdor juve si qymyr për krematoriumin e tyre politik. Kështu që të rriteni kapllоqës, mendjes dhe fito dinjitetin tënd i dashur shqiptar, se pa atë dinjitet nuk të duhen as 10 milion euro, sepse je një sklav me 10 milion euro. Je një letër higjienike që do hidhesh në kosh pasi të kryesh detyrën fisnike të pastrimit të Zorrës Trash, fundit Zorrës Trash. Kështu që
Mos u bëni pjesa fundore e trupit, po bëni pjesa parsore e trupit. Që këtu hyn, ande nga jeni juve dilet, mos e ngatroni se Zoti e ka bërë për të hyrë edhe për të dalë. Neve jemi te truri, prandaj quhet edhe tru podcast. Prandaj është edhe dyshimi dhe mos u eksitoni, sepse Orbani nuk ka lidhje fare me Ramën. Është e kundërta. Orbani është kundër Sorosit, Rama është pro Sorosit. Maxhari është pro Sorosit dhe juve që jeni anti-sorosian, që na shkruani neve e gjithë me radhë, një popull që thoni Sorosi është i keqja, është e keqja. Sapo Sorosi fitoi në Hungari. Ky është auguri më i keq, për këtë nuk flet njëri. Por merreni me sa autokrat është Orbani. Kinse neve kemi pasur mesian e politikanëve këtu. Ata liderin filozof, mbretin filozof si kërkonte Platoni. Kemi thjesht disa barkthar në mentalitet, të cilët zullumi i ka mbytur. Dhe nuk din tani se çka kërkojnë më, se nuk din më as shifra, nuk din më as pushtetin sa e kanë as si lloj gjoje. Thjesht janë të pangopër dhe këta janë njerëzit më të varfër. Mendojeni vetëm kaq. Si do ishte jeta juaj fiziologjike, nëse ti do haje tërë ditën, por nuk do ngopeshe. Do ishte të merr. Shmallkimi më i madh. Kështu mbyllet ky episod për sonte. Mos harroni te ky numri këtu. Përshëndes. Regjistrime për kurse, si dhe te High Tech Academy, për gjithë juve që doni të fitoni një profesion. Te Kazmeri fitoni një profesion që mos të varini nga askush për rrogën tuaj, kurse te Gashi përfitoni disa aftësi që ju duhen në mënyrë të domosdoshme në çdo punë që bëni, sepse komunikimi është çelësi që hap çdo derë. Ju duam shumë, Zoti ju bekoft dhe Zoti ju dhënë sa më shumë tru, juve dhe neve. Natë mirë. Natë. Thank you.